Si mundet dikush që nuk ka kohë fizike të ketë një jetesë të shëndetshme sa i takon ushqyerjes? Pra si mund ta bëj këtë? Ka ndonjë këshill nga ana juaj? Patjetër, jetesa e shëndetshme, nëse dihet të menaxhohet, nuk kushton as kohë as para, të paktën aq sa mundemi, sepse ne mund të dalim një herë në javë të dielave për të bërë pazar qoftë të fruta perimeve, qoftë të produkteve të tjera. Plus ka disa produkte si kundër janë drithrat, legumet apo farat, arrat, të cilat ti nuk ke pse i merr çdo ditë, sepse ato nuk prishin nëse ti i ruash në kushtet e duhura. Dhe këto ti i ke mënyra për ti alternuar. Po nga ana tjetër, përpiqu të marrësh gjithmonë ushqime të cilat ofron sezoni dhe ofron lokaliteti jot. Kështu e ke shumë më të thjeshtë që edhe nëse ngele pa një gjë, poshtë pallatit do ta gjesh. Fatmirësisht ne jemi të rrethuar nga markete, nga tregje, të cilat na ofrojnë pafundësisht, dhe patjetër para përgatitja. Për shembull, nëse ti do të bësh një supë me lëng mishi, ti mos u kujto ta zgjesh mishin apo kockat në atë moment. Mund ta përgatisësh këtë kolagjenin e kockave që zakonisht themi, apo mund të bësh një brodo perimesh, mund të menaxhosh perimet të cilat ke kohë që i ke blerë dhe kanë filluar ndoshta të mos kenë atë freskinë për t'i bërë në formën e kubetave të vegjël në akull dhe t'i vendos direkt në supë. Pra ka alternativa pafund për të menaxhuar, dhe sidomos këto sezonet e ndrimit të stineve, këto momentet e ndrimit të stineve janë një mënyrë shumë e mirë për të menaxhuar gjithë pjesën tjetër.